Mirë se erdhët në episodin e ri të Amorfatit. Kësaj radhe kemi një temë që besoj kam ju pëlqyer shumë, dashuria në vitin 2025. Si po ndryshojnë me të vërtetë marrëdhëniet. Jemi në vitin 2025. Po dihet, lirësh mund të themi që dashuria duket totalisht ndryshe. Aplikacionet përmes të cilave takohen njerëzit në ditët e sodit nuk janë më risi. Martesa nuk është më qëllimi përfundimtar për të gjithë, dhe njerëzit po krijojnë lidhje në mënyrë që disa vite më parë do të na dukeshin mjaft të çuditshme. Por ja çfarë po thonë studiuesit? Edhe pse mënyrat se si dashurohemi kanë ndryshuar, arsyet pse dashurohemi janë të njëjta. Rregullat e reja të takimeve, për shembull. Një studim i ri i botuar tek revista Personal Relationships tregon që takimet apo njohja ndërmjet një çifti nuk është prishur, thjesht është evoluar. Njerëzit ende kërkojnë lidhje, përkushtim, kimi, por rruga deri aty është shumë më ndryshe se më parë. Në vitin 2010, të gjithë flisnin për gjetjen e atij të duhurit ose të duhurës. Tani, fokusi është te ndërtimi i diçka reale, sepse për këtë ndjenjë reale sot janë të vujt njerëzit. Lidhjet po nisin më ngadalë, më me vetdije ose edhe shumë shpejt, por pa përkushtim fare ndaj atij personit. Po, njerëzit ende po njihen përmes aplikacioneve, por gjithnjë e më shumë janë duke u kthyer te takimet në jetën reale, përmes shoqërisë, aktiviteteve apo komuniteteve të ndryshme. Është si një rilindje e takimeve jashtë ekranit. Takimet online, ende të ndërlikuara, pikpyetje. Një studim i vitit 2025 nga revista Telematics and Informatics zbuloi diçka interesante. Çiftet që janë njohur online raportojnë pak më pak kënaqësi në njohjen me njëri tjetrin se sa ata që njihen në jetën reale. Arsyeja, jo sepse dashuria online nuk funksionon, por sepse shpesh krijohen pritshmëri të larta dhe mungon besimi. Dhe në momentin që ti krijon pritshmëri, dhe ai person nuk përputhet me ato, atëherë ti fillon dhe dëshpërohesh. Gjë që është normale, sepse shumë shpesh ne krijojmë pritshmëri shumë të mëdha për dikë dhe ata nuk është që kanë konsiderat shumë ndaj teje. Në ditën e sodit, njerëzit kanë shumë opsione dhe po ngurojnë të zgjedhin të marrin një vendim. Aplikacionet të japin mundësi, është e vërtetë, por jo gjithmonë thellësi emocionale ose lidhje afatgjate. Marrëdhëniet janë më dinamike se kurrë. Një studim tjetër psikologjik tregon që kënaqësia në qef ndryshon shumë, madje edhe brenda një dite. Unë po flas me, zbulime psikologjike, nuk janë këto që unë po i them prej vetit, sepse dua të bazohemi në fakte. Çfarë do thotë kjo? Reagimet e vogla, kujdesi i përditshëm, vëmendja janë më të rëndësishme se sa gjestet e mëdha që bëhen në një çift. Nuk janë udhëtimet luksoze që e mbajnë një lidhje. Sa do klishe të tingëlloj kjo në ditët e sodit, por momentet e vogla të përkujdesjes ndaj një personi bëjnë një diferencë shumë të madhe në një lidhje. Këto janë gjëra që e mbajnë të qëndruesh me një lidhje. Ndjesia që partneri yt të kupton ty me të vërtetë. Për këtë janë të vujt njerëzit sot. Martesa në vitin 2025. Psikologët po zbulojnë diçka të pazakontë. Mënyra si çiftet tregojnë kujtimet e tyre mund të ndikojnë në cilësinë e martesës. Çiftet që rrëfejnë historinë e tyre në mënyrë pozitive dhe bashkëpunuese, jo duke u kapur pas konflikteve. T'jemi real, të gjithë kemi konflikte në marrëdhënie. Lërë më në martesa. Janë më të lumtur dhe kanë mirëqenien më të larta mendore ata që flasin në mënyrë pozitive për lidhjen e tyre, jo me u bazuar në konflikte. Pra historia juaj, se si jeni njohur, mund të jetë më e fuqishme se sa mendoni ju. Kujtimet e përbashkëta janë rol ngjitës emocional në një çift. Shkojmë te një pjesë tjetër shumë interesante, që është dashuria me inteligjencën artificiale. Tani këtë temë kemi pasur javën e kaluar për fëmijët, por që edhe tek të rriturit është një problem i madh. Kjo është një pjesë e çuditshme e ditës së sodit, lidhet me inteligjencën artificiale. Po, është duke ndodhur në të vërtetë. Unë po flas gjithmonë përmes studimeve që janë bërë sot, dhe tregojnë që disa njerëz po krijojnë lidhje emocionale romantike me AI. Ata ndjejnë afërsi, ndjehen që ata po i ndëgjojnë, ndjejnë ngrohtësi, ndonjëherë më shumë se sa në marrëdhëniet reale. Katastrofë. Për disa është ngushëllim, por për të tjerët është një shenjë alarmante. Të shtrohet pyetja:
A mund të jetë dashuria e vërtet nëse nuk është njerëzore? Mendimi jam personal është jo, nuk mund të jetë e vërtet edhe s'ka kurrë logjike. Ne duhet jemi të kujdesshëm edhe ndaj lidhjeve njerëzore e lere më me diçka që nuk është as pak reale. Pra, çfarë po ndodh me të vërtet me dashurinë, shtrohet pyetja. Në këtë vit 2025, dashuria është më e lëvizshme, më e vetëdijshme dhe më eksperimentale. Njerëzit po rishkruajnë kuptimin e marrëdhënieve, me takime të ngadalta, martesa më të ndërgjegjshme, komunikim më të hapur, madje edhe lidhje me njeri AI. Por në thelb, gjithçka kthehet te një e vërtet e përjetshme. Ne duam të ndjehemi të kuptuar, të dashur, të vlefshëm dhe të respektuar, qoftë online, në jetën reale apo përmes teknologjisë. Dëshira për dashuri, për të ndjerë i dashur nga dikush, nuk do të zhduket kurrë. Ndoshta pyetja sot nuk është çfarë nuk shkon me dashurinë moderne, por si mund të bëjmë dashurinë të funksionojë në botën ku jetojmë sot. Kjo është pyetja. Unë pres edhe mendimet e juaja për këtë pyetje, sepse Amorfati është këtu për juve. Ju e bëni edhe më të bukur. Ju pres në episodin tjetër me shumë ideja të reja për tema që do doni të diskutojmë. Faleminderit gjithmonë që po na ndiqni edhe që po më japni motiv me vazhdu më tutje, kështu që shihemi në episodin e ardhshëm sepse ky është Amorfati dhe është plot dashni.